Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini ka zhvilluar një takim me banorët të zonës ujit të ftohtë pranë shkampit të punëtorëve. Kandidatja Mersini dëgjoi shqetësimet e tyre lidhur me vështirësitë në transport dhe nevojat e tjera të komunitetit. Ajo tha se edhe pse jetoi në një nga zonat më të lakmuara të qytetit, largësia nga qendra mbetet një pengesë reale. Do të angazhohemi për vendosjen e një linje interurbane që do të lehtësojë lëvizjen e banorëve dhe pushuesve, ka thënë kandidatja Mersini. Ajo u angazhua gjithashtu për të adresuar të gjitha problematikat që ka ky komunitet çdo ditë. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini është takuar dhe me mësues. Sipas saj, roli mësuesve në formimin e brezave të rinj është i paçmuar. Kënaqësi të ndanit me mua historitë dhe përvojat tuaja. Së bashku mund të krijojmë një komunitet që mbështet arsimin cilësor. Pasioni dhe dedikimin ndaj punës tuaj do të dëshmojnë në vazhdimësi fuqinë transformuese të mësimdhënies. Shqipëria 2030 do të sjellë një transformim rrënjësor në fushën e arsimit dhe me mbështetjen tuaj, ne do ta bëjmë këtë të funksionojë, ka thënë ndër të tjera kandidatja Mersini.